Para 28 viteve, pikërisht me 22 prill të vitit 1998, banorët e fshatit Aqarev dhe jo vetëm, për shkak se këtu morën pjesë edhe qendrat e tjerë të fshatrave përreth, pan një nga ngjarjet më të rëndësishme të historisë të vendit tonë, e cila po përcillet tashmë brez pas brezi dhe po ashtu po ndorohet në çdo përvjetor të saj. Pikërisht në këtë ditë 28 vite më parë, pra ishte ngritur flamuri për herë të parë nën komandën e rregullt të ushtrisë qëndrimtare të Kosovës. Po ashtu, në këtë ditë kadetët e parë të UÇK-s, të arrestuar para komandantit Sulejman Selimi dhe prorëve Bekim Berisha Abeja e Kadri Hamiti Cedeja, bën betimin pas përfundimit me sukses të Akademisë së parë ushtarake të ushtrisë qëndrimtare të Kosovës, të përgatitur për të përballur me armikun, në të cilin është bërë edhe formimi i divizionit i quajtur Adem Jashari. Në këtë vend, ku këndoi himni kombëtar, kanë nxënësit e shkollës fillore të fshatit Aqarev, dëshmorët e heronjit e kombit tashmë Gjev dhe Femilla Drovci, kanë ngritur flamurin ashtu siç i ka hije në një mision për të dhënë jetën për atë. Kjo datë pra ishte një rëndësie të veçantë për UÇK-n, ku kadetët dolën më të përgatitur dhe po ashtu motivuan edhe mira djemë vajzat e tjera gjithandej vendit që t'i dalin përballë armikut dhe të rreshtohen e mobilizohen për të mbrojtur vendin e tyre. Aqareva ishte ndër fshatrat e parë të organizimit dhe mobilizimit të UÇK-s. Njëherët ishte edhe shtabi i përgjithshëm që më vonë pastaj u zhvendos në fshatin Likovc. Ky vend, sot dhe çdo ditë dhe çdo vit tjetër, në fakt përkujtohet për shkak të rëndësisë së veçantë që është dhe po ashtu në këtë vend, si gjithmonë, nga ata cilët kanë qenë pjesë në fakt e këtij organizimi, e kësaj ceremonie, e asaj date historike, ndrojnë gjithë ata të cilët sot kujtohen si heronj dhe po ashtu këtu nuk harrohet të përmendet sakrifica e tyre dhe falënderimi nën përkulje për gjithë ata që kanë dhënë jetën që ne sot të jemi të lirë.